Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Kurani i nxit dhe pengon, hesht dhe flet, ai është prova e Zotit për krijimin e tij. Me të, ai i kërkon krijimit t'i zotohet se do veproj sipas tij. Përmes tij ai ka përsosur rezatimin e tij, e ka lartësuar fenë e tij. Ai e ftoi profetin e shenjtë të largohej nga kjo botë, pasi ai u përcolli njerëzve porositë e tij udhërofyese përmes Kuranit. E pra shikojeni Zotin si të madh, se vetë ai e quan veten të madh, sepse nuk ju fsheh asgjë nga feja e tij, as ka lënë gjë kafsh jashtë saj, e së përmend sepse i pëlqen ose jo. Ai ka dërguar për çdo gjë porositë të saktë të qarta udhërofyese, si dhe shenja që përcaktojnë se ç'gjë është e ndaluar dhe ç'gjë është e lejuar, dhe ato që i pëlqejnë atij mbeten të njëjta, sido që të vi koha. E pra, ai nuk mund të kënaqet me ju për gjëra që nuk ua pëlqente as atyre para jush, dhe ai nuk do t'ju pëlqej juve gjërat që nuk e kënaqnin me ata përpara jush. Ju jeni çuar në rrugën e qartë dhe ju është thënë ajo që u është thënë edhe atyre përpara jush. Zoti është i mjaft për nevojat tuaja në këtë botë dhe do vetëm që t'ja dini e ju kërkon t'ja përmendni emrin.